Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Sot duam të flasim për performancën e ekonomisë kineze në 5 mujorin janar-maj 2026 dhe ndikimin e kësaj performance në ekonominë botërore, përse jo edhe në ekonominë e rajonit tonë dhe në Shqipëri. Kemi nderin të kemi sot të ftuar zotin Albert Gajo, i zëvendësministër i integrimit, ekspert i njohur i ekonomisë dhe sipërmarrës në verën shqiptare. Zoti Gajo, përshëndetje, mirë se ardhur. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Gajo, si ndikon rritja e ekonomisë kineze në ritmet e rritjes së ekonomisë botërore, sepse shifrat e fundit të botuara nga ana e Institutit të Statistikave Kombëtare të Kinës tregojnë që Kina është në një nivel rritje gati 4.5% asaj e ka pasur edhe të parashikuar për këtë vit, ndërkohë që është ekonomia e dytë më e madhe në botë. Si që thatë dhe juve, ekonomia kineze në këto 30 vjet e fundit është bërë që nga një ekonomi dhe një vendi në zhvillim me sipër, është bërë nga vendet më të zhvilluara të botës dhe duke ka përzyer vende si Japonia, Gjermania, Evropa në përgjithësi, duke renditur vendi i dytë në ekonomisë botërore. Deri para 7-8 vjetësh ritmet e rritjes së ekonomisë për të arritur këtë nivel ishin me shifra dyshifrore, mbi 10% gati për një periudhë gati 15-20 vjeçare. Tash sigurisht që masa e madhe e ekonomisë kineze bën atë që ritmet e rritjes ekonomike në 4-5% të jetë relativisht e ndjeshme jo vetëm në ekonominë e Kinës, por edhe në ekonominë botërore, sepse Kina është një nga konsumuesit më të madh të lëndëve të para, sidomos atyre energjetike, lëndëve të para, dhe një nga vendet që eksporton më shumë tash teknologji, por dhe materiale të tjera. Kështu që është një aktor shumë i rëndësishëm, në cilën edhe dhe një pol shumë i madh ekonomik botëror. Sigurisht që efektet e kësaj rritje ekonomike ishte në një farë mënyrë edhe nga nxitja e investimeve të huaja në Kinë, në 20-25 vjetë, po të thuaj që gjitha kompanitë industriale të Evropës dhe të Amerikës veçanti hapën filialet e tyre dhe filluan të transferojnë teknologjinë e tyre në Kinë, në sektorët e industrisë, veçanërisht atyre kimike, të metalurgjisë, të çelikut dhe të tjera, gjë që bën që Kina të kishte një avantazh shumë të madh për shkak të kostove shumë të ulta të prodhimit të lëndëve të para kimike dhe atyre siderurgjike e metalurgjike. Gjë që e bëri që Kina të akumulonte një teknologji dhe një eksperiencë shumë të madhe në zhvillim, gjë që e bëri atë që të nxiste edhe kapitalin vendas dhe tash të bëhet një lider në shumë fushë të teknologjisë dhe të industrisë. Pra kemi dhe ajo që mua më ka surprizuar në këtë periudhë, në këtë 4-5 vjet të fundit, një transformim gjigant që ka bërë ekonomia kineze nga një ekonomi që konsumonte mjedis dhe shëndet publik në një ekonomi green. Do të thotë që për një periudhë shumë të shkurtër ishte aftë deri para 4-5 vjetësh të vendoste standardet më të mira ndërkombëtare të mjedisit dhe të transformonte këtë lloj industrie që deri dje ishte shumë polutit dhe shumë e dëmshme për mjedisin në një industri green. Dhe është tash pioniere e një industrie, ne kemi parë dhe automobilet në Kinë më nuk qarkullojnë me automobile me diesel apo me ashtu, vetëm elektrike dhe ka shtrirë atë masivisht pothuajse në të gjithë sektorët dhe që ka bërë një transformim shumë të madh. Edhe në industrinë metalurgjike, di raste për shembull që zonat të caktuara që mund të kenë pasur 100-150 fonderi brenda një periudhë shkurtër, më shumë se gjysmë e tyre janë mbyllur për shkak të standardeve mjedisore, megjithatë ritmi i ekonomisë vazhdoi të jetë shumë i lartë për shkak të kësaj sinergjie që u krijuar në sektorin e industrisë dhe të eksperiencës dhe të një fuqie punëtore të specializuar dhe të drejtimit në sektorët në të cilën do të prodhonin produkte për eksport. Ky është çelësi i suksesit të eksportit. Pavarësisht se Kina është një ekonomi në treg të madh të brendshëm, siç është Amerika, se Amerika përgjithsisht mbahet për konsumin e brendshëm. Megjithatë, suksesi i saj dedikohet eksportit dhe avantazheve të mëdha në kostot e uljes që sot dhe kësaj dite, veçanërisht për disa produkte, si makinat elektrike, nuk ka konkurrent në botë. Zoti Gajo, në gjykimin tuaj, këto rezultate pozitive të 5 mujorit të parë të këtij viti të ekonomisë kineze mund të shtrihen në vendet në zhvillim edhe në rajonin ton, edhe për vendin ton konkretisht, të mos harrojmë që Kina është partnerja e dytë më e madhe për ne për sa i përket importeve që marrim. Të qoftë se nuk ka politika të qarta nga ana e qeverisë, ndikimet do të jenë shumë periferike. Ne deri tash kemi përfituar nga importet nga Kina, veçanërisht për makinat elektrike dhe për duke shfrytzuar që Shqipëria
nuk është vend antar dhe nuk aplikon tarifat që aplikon vendet e BE-s kundrejt mallrave kineze, që përgjithsisht janë tarifa proteksioniste për të mbrojtur produktet e tyre industriale dhe ato me origjinë ushqimore që Evropa do që të ketë një lloj mbrojtje nga ekonomia kineze. Kështu që ne nuk e kemi këtë lloj detyrimi që të mbajnë tarifa doganore siç i ka BE-ja për makinat elektrike apo për ashtu që ne kemi përfituar intuitivisht në përthithjen e kësaj teknologjie me çmime shumë të ulta, po janë kryesisht mallra konsumi, pra nuk janë elemente të cilët ne do të na siguronin një zhvillim të qëndrueshëm në teknologji apo kemi transferuar mjetet të tjera nga Kina qoftë në industri farmaceutike apo në industritë e tjera, të cilat ne mund të na përshpejtonin zhvillimin ekonomik, sepse profili i ekonomisë tonë është fokusuar në ndërtim dhe në turizëm, gjë që ndikimi i Kinës në këtë rast ekonomisë kineze pothuajse nuk është i papërfillshëm, sepse neve as turist nga Kina nuk marrim, që edhe kjo do të ishte një favor për Shqipërinë, sepse Kina ka tashmë një klasë të mesme të zhvilluar, të afërt të ardhur në Shqipëri, duke nisur edhe nga nostalgjia e kaluar, por edhe produktet shqiptare që mund të jenë në tregun kinez të mund të penetronin dhe për shkak të asaj nostalgjie, qoftë të verës, të vajit, apo të produkteve të tjera me origjinë bimore apo shtazore, ne nuk i shfrytëzojmë këtë lloj mundësie, sepse duhen politika të mirëfillta. Në ç'më mënyrë në gjykimin tuaj ndikon performanca e mirë ekonomike e Kinës në zinxhirin global të furnizimit botror, si dhe në tregjet financiare ndërkombëtare, dhe a i rrisin këto tregues pozitiv të këtyre 5 muajve besimin e investitorëve dhe gëdhëshmërinë e tyre për të investuar në tregjet globale, sipas jush të mos harrojmë në rritjen ekonomike botërore, Kina sot që flasim kontribon me rreth 1/3. Indirekt, Kina ndikon shumë edhe në tregun e brendshëm, në mënyrë për të nxitur ose për dekorajuar investimet në sektor të cilët ai nuk i dëshiron për të zhvilluar. Për shembull, disa teknologji në të cilat ai mendon që nuk janë mirë dhe kulturalisht për Kinën. Kina është një aktor shumë i madh, sepse ne e dimë shumë mirë që ka rezerva shumë të mëdha të parave, por ajo ka një stok shumë të madh dhe roli që bën Kina në këtë mes është që të mos ndërpritet zinxhiri tregtar dhe zinxhiri financiar, sepse e di që edhe një ndërprerje dhe konflikte të gjata të hapura, sidomos në zonën në cilën Kina furnizohet me lëndët e para energjetike, me naftën e me këto tjera, do të ndikojë indirekt edhe në zinxhirin ekonomik të Kinës dhe indirekt pastaj do të reflektohet edhe në tregjet financiare në lëkundin e besueshmërisë së blerjes së aksioneve apo të obligacioneve, qoftë industrisë të cilat kanë lidhje me Kinën, qoftë edhe të Kinës në drejtim të eksporteve. Kështu që përgjithësi Kina e ka këtë lloj avantazhi dhe do një lloj stabiliteti ekonomik. Zotëgajo, ju e përmendet që Kina praktikisht po punon, po merr gjithë ato masat që të kthehet në një vend të gjelbërt. Çfarë roli në gjykimin tuaj, ju e përmendet edhe më përpara, luan ekonomia kineze në përshpejtimin e tranzicionit të gjelbër sot në botë? Kina ka teknologjinë më të lirë, nuk po them më të sofistikuar, edhe për prodhimin e paneleve diellore, paneleve të erës, dhe një nga gjërat që po bën Bashkimi Evropian përgjithsisht dhe me bankat e veta është që ka hequr stimulimin dhe subvencionet për këtë lloj energjie në Evropë, kur kjo teknologji vjen nga Kina. Pra indirekt ka dekurajuar investitorët që të përfshin në tregun energjetik green, sepse teknologjia që ato u nxitën për të blerë, për të futur energjinë green, vinte nga Kina. Pra indirekt shërbente si një katalizator që Kina të eksportonte më shumë në Evropë panelet diellore apo panelet e erës, sepse energjisë eolike, energjisë eolike, gjë që ka bërë që të ndryshojë dhe politikat e saj evropiane në mënyrë që të mos nxitet ky lloj investimi në Kinë. Por ne këtë mund ta shfrytëzojmë shumë mirë. Pra praktikisht neve nuk kemi kufizime dhe mund ta marrim nga Kina këtë lloj panelesh apo panelet e tjera të erës, gjë që mund të na krijonte ne avantazhe. Po siç e thash, kjo të bëhet me politika nxitëse, sepse këto janë investimet që kërkojnë kapitale të mjaftueshme, siguri dhe nxitje administrative. Vendi rregullator dhe institucioni përkatës nuk janë të afta për të sjellë një zhvillim të këtij sektori, duke shfrytzuar këto lloj çmimesh relativisht të ulta që ka në Kinë për të stimuluar këtë lloj energjie në Shqipëri, që ne kemi mjaftueshëm dhe herë dhe rrit, sepse kemi pothuajse rezervuar energjinë e prodhuar nga uji, që nuk mund të bëhet fjalë më të shfrytëzojmë josën apo prejnë e fundit. Kështu që është energjia diellore dhe tek era e cila pavarësisht se mund të ketë ndikime deri diku në mjedis, por nuk janë aq të mëdha sa që mund të jetë nga industritë e tjera, nga qymyri apo nga gazi.
Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zoti Gajo, çfarë mesazhi gjykoni juve japin populli jon, thot fillimi i mbar gjysma e punës, rezultatet e 5 mujorit të parë janar-maj për perspektivën e ekonomisë globale për këtë vit? Mos harrojmë që ky vit filloi nga 28 shkurti edhe me krizën e fortë në gjirin persik dhe parashikimet për një rritje të qëndrueshme të ekonomisë botërore filluan të bien. Jo, unë shikoj që përgjithsisht situata po qartësohet gjithmonë më shumë. Ato kriza, ndoshta edhe kriza e Ukrainës me Rusinë do të marrë një lloj zgjidhje, me Iranin sigurisht që po shpresojnë. Pra, ekonomia do të marrë ritmin e saj, por ajo që mua më bën të më optimist është që Shqipëria dhe politika shqiptare të kuptojë që ndërtimi dhe turizmi nuk janë shtyllat e zhvillimit të një vendi, po të marrësh në të gjitha. Pra, duhet urgjentisht qeveria sotshme e ardhshme kushdo të ngrejë zhvillimin ekonomik me bazën e zhvillimit më të qëndrueshëm, promjedisor dhe të zhvillimit në bazën e industrisë në standardet përkatëse. Dhe Shqipëria e ka këtë lloj mundësie, sepse është një vend i vogël potencialisht në mes të Evropës që mund të rikthehet në një potencial shumë të madh ekonomik. Por këto lloj dy sektorësh, ja u garantoj unë, nuk janë të qëndrueshëm. Ata duhet të orientohen drejt politikave që çojnë mallrat në Kinë. Jo të vi kinezi këtu. Pra, kinezi le të vi, është bujrëm, por duhet patjetër të eksporta. Aq më tepër duhet të bëjmë një vend rieksportues. Pra, mund të marrim mallrat i rieksportojmë në Evropë apo të i transformojmë këtu. Pra, ka shumë mënyra që ekonomia shqiptare të zhvillohet në drejtim të qëndrueshme. Por duhet gjithmonë të prodhohen mallra dhe shërbime që janë të tregtueshme dhe që vlera e shtuar e tyre nuk mund të konkurrojnë në treg. Zoti Gajo, faleminderit që ishit me ne sot në Realitet Ekonomik. Faleminderit juve. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.